Dhe atje. E shikojnë atje. Bastet janë mbyllur këtu që të kanë qenë. Ja të rregull tu. Po këtu kanë mbyllur. Tu shqyr ajo, gjëja më e mirë që ajo ndodhi që iku me fjalët e njerëzit paktën shohin vetëm që destinacionet këto janë. Ka destinacione të largëta? Largëta. Tip Zanzibari, Maldives që përdoren tek tuk ndonjëherë në Po, ju keni ekskluziv të uajnë që keni trajtoni më shumë? Po themi ekskluziv, po jemi mirë në kuotime, po themi Maldive, Zanzibar, safarin të Afrikës, të treja, dhe shpresojmë tani në dimër të ecin këto destinacionet e Amerikës jugut, me që se fitoj dhe Argentina, dhe hapim Argentina. Ska fitu akoma, pritë. Tani u bërë me Spanjën tani. Tani Miss Turizmi, pse Miss Turizmi? Unë realisht kam marrë pjesë në 2017 Miss Turizmi. Po? Doja të përfaqësoja Shqipërinë në Bali, por nuk u bëhem mundur. Tani do shikojmë paketë tjetër të shkojmë në Bali. Në Bali? Por janë çmendur me këtë Bali, se i shikoj edhe në për internet. Destinacion interesant shumë është. Shumë interesant. Në kuptimin e Azisë, në top listën asiatike. Ato kanë natyrën, bazën e vetë kanë natyrën. Kanë 2 pika, një Nusa Dua që është pjesa e plazhit, kanë dhe pjesën e Obutit që është zona mes xhunglës po flasim, është një integrim spiritual brenda. Për shembull, ju vjen njëri që vjen një familje aty, ku diun çifte gjithë me radhë që është midis, thotë, unë dua të bëj që po më dhe mos harxoj shumë lek, ju i këshilloni si funksiononte Allianz Travel? Po patjetër. Stafi është i gjithi. Përveç se i njohim pjesë të mirë, sepse janë përsëritës, por edhe kur janë kërkesa të reja, kalon atë filtrin e pyetësorit, që ne absolutisht duhet dim se çfarë kërkon. Se s'mund të shojmë në Bali dikë që është për stil Dubai. Janë qasje komplet ndryshme nga njëra tjetra. Ju keni për gjithë portofolet? Patjetër. Për gjithë portofolet, nga ata që kërkojnë më të lira deri tek. Por Oqeani Indian është shumë mirë për plazhet. Kudo, qoftë Zanzibari, qoftë Maldive, qoftë Mauritius, është on top list për rërën e bardhë. Azia është bërë trend këtu te ne, Amerika e Jugut nuk po futet. Pati një trend para 4-5 vitesh me ishujt e Karaibeve, hyri Kuba me Republikën Dominikane, por në fund jemi treg shumë i vogël, nuk është jemi treg i madh. Jemi treg që 2 milionë ca kemi ngel këtu brenda, një ekonomi që performon jo në nivelin e duhur, kështu që numrat janë të vegjël. Nëse bën produkt mirë dhe ta shtrish në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë ti fillon dhe merr pak më shumë nga share marketi dhe Allianz këtë është duke bërë tani, duke marrë treg dhe... Këtë po bën Allianz? Na ndihmon shumë aeroporti këtu. Sepse aeroporti Tiranës është aeroport që performon me destinacione pafund, më mirë se sa Shkupi dhe Prishtina. Po? Dhe kemi shumë alternativa për fluturimin, pra ti je më i lirë në start për ta nisur. Tani, se e nisëm 10 herë, 15 herë, pa asjerë se përfundon Miss Turizmi, ma shpjegoj që më analitikisht. Miss Turizmi ka për qëllim të përfaqësojë Shqipërinë me traditat në Bali. Unë realisht nuk e doja këtë çmimin tim me sinqert. Bali? Po, nuk e doja, por doja një rrugë tjetër, në fakt. Doja studimet e mia edhe e lash mënjan. Po? Kjo është gjitha. E gjithë historia. Tani jam futur degës mjekësisë, komplet 2 Qa je tani? Tani jam në infirmeri, në fakt. Punoj në infirmerim. Interesante. Tifozët e Kupës Botës do kenë mundësin të blejnë një fanel të nënshkruar nga Lionel Messi dhe veshjen e veshur nga Shakira gjatë pjesës së parë të finales në një ankant online që sjell shumë fitime. 2 fondacione që organizojnë një ankant veçantë në një përpjekje për të mbledhur shumën marramendse për $100 milion për fondin edukimit global qytetarëve të FIFA-s. Në krye të ankantit do të jetë një top i përdorur në lojë nga secila prej 3 ndeshjeve të para hapse, si dhe sende që ende nuk janë njoftuar të përdorur në skenë gjatë momenteve ikonike muzikore të shfaqjes parë. Është një iniciativë për të zgjeruar aksesin në arsim cilësor dhe futboll për fëmijët në mbar botën. Okej? Drilon? Ishte e qartë pse duheshin 30 minuta pushim mes pjesëve. Ja shikojmë të diçka tjetër që janë gjërat më pikante që ndodhin në kampionat, pikërisht lidhur me këto lajme, por
Sa të shkojmë të lajmi tjetër, Mehmet, si shikon parashikimet për finalen e dielës? Argentinë, Spanjë. Po luftë ka për të bërë dyja shumë forta. Do t'jetë një ndeshje barabartë, por mendoj e dëshirën e kam tani që të fitoj Argentina. Por me kënd bona unë e humbë. Me jeni tani që dalin kundra. Unë më dalë Si që i më mirë të kundër. gjërat me të parashikime. Me kënd bëhen... E the ta mon këtë funit apo jo, me në mirë. Amo sot të më thonë që Argentina do të fitoj. Po, E për sot çfarë? the. Biga poshta që theme që përpara. kanë rregull. Ka ora 4 e diçka. O do jesh i mirë në parashikime sporti, o do jesh në biznes, ti je i mirë në biznes, s'ke nevojë. Jo, tash nga ora 4 e ca ditën e diel, po ta bëj telefonin gjithsesi. Me të pyet Po përfundimtare. sot ishte me të vërtet që e kam një kolega aty që ma bëri... Armen, qa me i ndonë për shikojmë sot, sa e këto- shumë e Anglin, thash. Po vjen kes, thash, po Argentina fiton sot, mos u mundo shumë. Po e pas ke gjetë pra, mos Por e thuaj kisha që e kam. dëshirën prapë, dëshirën kisha për Anglin të fiton sot. Okej, Pire, ne po i shikojmë këto postimet Harry Kane, po tani këto ka rënë sepse historia vajte ndryshe, këto ishin para ndeshje me dorën e Zotit, po të shikojmë tani cilat janë reagimet. Nga momentit moment mundohë që të mi japësh dhe reagimet nga shtypi britanik, që ndodhë në Britaninë e madhe? Kam pretendime përsa i përket ndeshjes, golit parë të Mesit, të lutem, edhe mund të raportojmë edhe nga studio tjetër, në qoftë se këtë diçka pikante. Shikojmë lajm tjetër se është, shikojmë gjithçka që ka ndodhur në këtë ditë. Didier Deschamps do të largohet nga Franca pas eliminimin nga Kupa e Botës. Okej, trajner francez do të jetë i vetëm edhe ndeshjen për vendin e tretë mas 14 vjetësh do të lej stolin e jelave. Besoj mision i Zidane përmbushur. besoj do ta marrë Zidane. Zidane është kandidati për ta. Zizou. Po. Edhe i takon për ta marrë. Se 14 vjet tani Deschamps duket edhe njeriu konsumohet. Po ka ngeli Mirë, po vetë punë mirë ka bërë, gjithsesi kanë qenë finalet europiane Deschamps është 2016, francez, fitun apo? Kupën e Botës. Deschamps. Po. është të origjinë franceze. Francez. Origjinë, se po flasë origjinë. Nëse vjen Zidane, tani bon këtë Zizou, okej. Mendoj që do t'i kompletohet tani Ka ekipi. lidhje ajo tani? Po si s'ka lidhje, më. Po ka lidhje, për shumë edhe ndryshimi ke Gjermania e vujnë atë pjesën e saj. Gjermania do ta vuni edhe një 10 vjet, sigurisht këtë Jo, transformimi. kam shumë besim tek trajneri i ri që e ka marrë, mendoj që do Po ne ketë... kanë marrë se dispe përcjellet më. Praktikisht Franca. Ka marrë Kloppin. Ka marrë Kloppin, po. O, Ka marrë Jurgen Klopp dhe mendoj që është i vetmi që base mund të arrijë ta rikthejë Gjermaninë në nivelet larta. shiko sot Okej. Kemi hasur Altin që Po. përpara se u hapi Gjermania dhe u kujtova, kur ishim me startin e turneve, kishëm këtu na erdhi Galatasaray me moshat. Mati Sport. Po. Dhe trajneri Galatasarayt kishte lindur në Gjermani, kishte drejtuar Wolfsburgun e moshave atje dhe kishte marrë një ofertë nga Galatasaray. Kishte shkëput nga